Jemi sërish së bashku dhe do të sjellim fakte në vëmendje atë se çfarë ndodhi gjatë ditës së dieshme kur ne u njohëm me një hakerim që është bërë pikërisht 3 prokurorëve të SPAK, ngjarje 3 javë më parë, ku siç duket kjo strukturë ka marrë kohën dhe pastaj ka ngritur akuzë dhe ka marrë në pyetje edhe personat që dyshohet se mund të jenë ata personat që kanë ndërhyrë deri në këtë pikë, por nga ana tjetër janë ngritur shumë pikë pyetje. Edhe politika po ashtu është pjesë e asaj se si për cilat në fakt e gjithë kjo çështje, por opinioni publik çfarë do thotë kur një strukturë e tillë arrit që të depërtohet dhe të merren pra informacione. Edhe pse për këtë fundit ne nuk e dim se në çfarë nivelesh janë hakeruar, janë vjedhur, kanë shkuar në destinacione të cilat, sikur se thon kolegët, ndoshta kanë të bëjë me çështje madhore apo pas gjithsa historia është bota e krimit. Ky është argumenti kryesor në fakt, cilin ne po trajtojmë gjatë këtyre ditëve, por unë jam në studio me avokatin Kujtim Cakrani. Avokat, mirë se erdha. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Çfarë ka ndodhur? Faleminderit avokat, po kjo ka shumë gjëra, ka shumë elemente, politika hedh edhe emra të cilët mund të jenë të interesuar, luftë e brendshme. E marrim nga koka, siç themi ne, me radhë. 3 javë më parë flitet për një hakerim dhe hakeruesi ka emër sot. Tani, që të besojmë, ose të themi shqiptarëve, që 2 persona të cilët s'kan lidhje fare me në pikpamja e formimit të teknologjisë, që ata pas kanë bërë herezin e madhe dhe pas kanë përgjuar ose janë futur, kanë hakeruar sistemin e prokurorisë posaçme. Kjo nuk besohet. Tani ne dim që të prokuroria posaçme ka shumë interesa. Ka interesa qoftë nga pushteti, qoftë brenda pushtetit, pra ata janë kundërshtar, siç janë pjesa tjetër kundër zotit Rama, ka interesa të biznesit që janë nën hetim nga kjo strukturë, dhe duke bashkuar të gjitha këto interesa, po për qëllime të ndryshme, kanë gjetur mundësinë, po unë nuk besoj që është hakerimi, se sa është mundësia që kanë dalë vetë nga prokurorët. Dhe pikërisht të 3 prokurorë të cilët nuk shquhen për hetime politikanësh, për hetime biznesmenësh dhe kështu me radhë. Pra, janë 3 prokurorë. Çfarë dim ne? Dim që kemi Behar Dibrën, Enkeleda Milonaj dhe Elida Kaçkini. E çfarë pas ka ndodhur? Nga hetimet që ka bërë vetë SPAK-u, pra autori i këtij veprimi është Arnold Roka, i cili kishte shpërndar materialet e marra te Zambak Gjonaj, ish zyrtar i burgut të Vlorës dhe më pas shokët e tij të njohur. Na dalin pastaj aty edhe Agim Ismaili dhe Dritan Palnikaj. Kaq di me emra deri tani. Agim Ismaili dihet që ka qenë drejtuesi i përgjithshëm i burgjeve, i akuz e kështu me radhë, pra ka pas disa poste. Është e pa konceptueshme dhe pa besueshme nga të gjithë ata që njohin teknologjinë dhe si mund të hysh të hakerosh një sistem të një institucioni caktuar. Gjithsesi, po e marrim këtë edhe të mitqen që këta kanë hyrë aty, ndoshta dhe mund të hyrë dhe rastisht, nuk është e thënë, por interesat për të hyrë te sistemi i SPAK-ut të prokurorisë posaçme janë të gjithanshme. Dhe duke qenë të gjithanshme, unë mendoj që politika dhe ata që janë të interesuar kanë ndërtuar grupe apo stafat hakeruesish për të futur në sistemin e SPAK-ut. Duke ditur që në atë strukturë aty punojnë edhe persona të cilët merren me menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ndërtuar që menaxhon sistemin brenda SPAK-ut. Pra, nuk janë prokurorët vetëm që merren me sistemin aty, me hetimin, por ata që merren me mirëmbajtjen e sistemit IT-s janë element mbështetës të cilët mundet të ketë dalë edhe nga ata, se të tërhysh te prokurorët e SPAK-ut, pra te një zyrë, supozojmë tek kompjutrat e tyre, patjetër që ti duhet të jepet një informacion nga brenda. Është si një vjedhje banke që bet me informacion nga brenda për të parë oraret, për të parë si funksionon organizimi, funksionimi kështu me radhë. Edhe kjo punë kështu është. Unë nuk besoj që këta 2 persona, sidomos ky drejtori të burgut të Vlorës pas ka qenë bërë namin, që ai nuk është se ka njifet për ndonjë individ me një inteligjencë të lartë sa e përket në fushës teknologjisë, Zambakun po, dhe nuk besoj që as këta të tjerë të cilët janë arrestuar, njihen si persona që kanë përfunduar, po qofshin këto edhe specialitete studime përsa e përket IT-s. Kështu që më duket jo mua, po të gjithë atyre që kanë dy paremën dhe njohin sistemin
si funksionojnë prokurorit edhe gjykatat, që të ketë ndërhyrë aty duke hakeruar. Mundet ajo të jetë dhënë informacioni, mund të jetë dhënë kodet, mund të jetë dhënë detaje si hyjet aty dhe këta kanë ndërhyrë. Po unë besoj që këta prokurori kanë nxjerrë vetë ato, sepse personazhet që kanë dalë dhe janë ato dosje, të cilët i kanë edhe sot kolegët tuaj pra gazetarët, janë personazhet të biznesit, janë personazhet të politikës, dhe ato do përdoren dhe kanë dalë tashmë emrat kush janë personazhet pa i bërë. Janë disa personazhe që janë shumë të rëndësishëm të botës së biznesit në Shqipëri, kanë dalë dje dhe padyshim edhe të botës. Ato nuk duhet të dilnin, po ti nuk e kontrollon dot informacionin, se nëse mua më jep urdhër që nuk do të dalin, atëre ku ta dish që informacioni kam dhënë unë i kam thënë dikujt tjetër dhe ka nxjerrë ai tjetër informacionin. Pra, nuk është se nxori spaku një urdhër, po mos të nxjerr informacionin dhe ti nuk do ta nxjerrësh, sepse ti thua jo unë nuk e nxora. Si ta vërtetoj prokurori që e ke nxjerr ti? Ky është ajo që duhet të them. Dhe kështu që ajo ka qarkulluar dhe politikan. Mos harrojmë që në SPAK ju e dini që po hetohen edhe në dosjet e Sky Kroçat, por edhe në dëshmi të tjera janë shumë politikan edhe të majorancës po deshët ju, që po hetohen për afera qoftë korruptive, qoftë të lidhe me krimin organizuar dhe qoftë edhe për manipulimin e votave e kështu me radhë. Kështu që kjo ka qenë për mua në gjykimin tim, po edhe të shumë avokatëve të tjerë që unë kam diskutuar, apo duke njohur edhe sistemet që ne na lidh puna me prokurorin edhe me gjykatat, mendojmë që ka dalë informacioni nga vetë nga brenda, se sa ka qenë një ndërhyrje nga Kur thon nga vetë, nga prokurorët, nga këta tre prokurorë, këta janë interesuar për të nxjerrë? Ata janë të interesuar sepse duke dalë informacioni, duke nxjerrë informacionin, u jep mundësi atyre që ata të fillojnë të mbrohen dhe të kuptojnë që janë nën hetim për 1, 2, 3 x vepra penale dhe duke i bërë këtë nder, i dhënë informacionin, ata kanë mundësi tani të fshin provat, kanë mundësi të fshin të rregullojnë pasuritë, të pastrojnë pasuritë, pra u jepet një mundësi për fshehjen e provave dhe padyshim pastaj të dëshmitare e kështu me radhë. Sepse informacioni për hetimet është shumë i rëndësishëm. Sepse ata vërtet po hetojnë mbi dosjet. Por nesër pas përfundon hetimi mbi dosjet, në ky hetim mbi dosjet mund të dali AIDA, kujtimi tjetri që mund të kenë lidhje me krimin organizuar apo çdo lloj krimi tjetër. Kështu që duke bërë publike këtë fakt, u jep mundësinë, u lajmëron ata, ju thotë që shiko, unë ta bëra nderin, e nxora informacionin, tani është detyra jote që ti të mbrohesh dhe të pastrosh provat që nesër ne, kur të regjistroj procedimin penal, mos të dali që ti je i përfshirë në këto afera kështu me radhë. Pra, kështu del informacioni. Kjo është praktikë që ka ndodhur edhe në Itali, ka ndodhur edhe me mafjen. Pra, prokuror, i nxirrnin ato, gjë e hidhin gazetarëve, merrnin madje dhe gazetar procedim penal, pse i kanë nxjerr, por në fakt i nxirrnin vetë prokurorët. Dhe kjo është një aferë e cila është një luftë e brendshme brenda Partisë Socialiste, është padyshim që është një luftë e brendshme, sepse po të shikojmë dhe përgjigjet që kanë dalë tani te Erion Velis, ai e ka kuptuar luftën që i kanë bërë, po i bëjnë nga brenda partia ati, ku thotë në një moment aty që do ta shqyej me dorët e mia ministrin, kë ministri do shqyej? E kuptoni besoj për kë ministre ka fjalën. Për ministrin e drejtësisë. Po pra, kështu që kjo është një luftë nga brenda dhe është një luftë klanesh për të cilën ata që kanë aksesin aty kanë mundësi që të japin edhe të nxjerrin këtë informacione. Hap pas hapi. Ju thatë që mundet që Behar Dibra, Enkeleda, Milonaj dhe Rita Kaçkini të jenë vetë interesuar për të nxjerrë këto materiale, sepse tani mund të luajnë, thatë ju, me shumë vendime, fate që ato mund t'i kenë në dorë, sepse këtu fitojnë një lloj imuniteti deri diku për shkak të ngjarjes. Kështu e kuptova, po tani që të kuptojmë këtë. Të sjell një shembull për ta teleshikuesit. Paracakosh po dëgjoj një intervistë të prokurorit antimafjes Gratieri. Dhe ai po thoshte pikërisht për sistemin dhe një gazetar, kolegu juaj italian, i thoshte që si ka mundësi që nuk ju ndërhyjnë. I thosh ai, në sistemin tim e kam të mbyllur. Pra, sistemin e dosjeve të mia të kompjuterit e kam të mbyllur, e kam të pavarur nga ministria, pra e kam rrjet të mbyllur në prokurori. Edhe internetin e marr mjanë që mos ketë mundësi që të hyjnë të tjerët aty. Pra e kam të mbyllur, e kam të kontrolluar. Nëse thosh ai, do të dalë informacioni, do të dalë nga unë, thosh nga kolegët e mi. Nuk ka mundësi që të dalë informacioni, po nuk deshëm ne. Dhe unë këtë gjë më kujtua dje pikërisht intervista e prokurorit italian, pikërisht bëra lidhjen pasaj. Si ka mundësi që dikush futet te sistemi
i prokurorisë, ku prokuroria dosjet i ka dosjet i ka edhe fizikisht, po i ka e-mailet dhe korespondencat, sepse korespondencat nuk bën me e-mail, duhet kuptojmë diçka. Korespondencat për një hetim nuk bën me e-mail, bëhen me letër porosi. I dërgon një institucioni, shiko, dua informacion lidhur me pasurinë e X-it, dua informacion me pasurinë e tjetrit, ose dhe kur ja dërgojnë jashtë Shqipërisë me letër porosi, përsëri e dërgojnë me anë të postës, shërbimit postar. Nuk funksionon. E-mailet janë për përdorim masive kështu me radhë, pra komunikime për informacionet kësaj natyre, por hetimet nuk bëhen me e-mail. Hetimet bëhen me letër porosi dhe prokurorët i kanë edhe fizikisht, por edhe i skanojnë të gjitha provat të cilët ata administrojnë për një çështje të saktuar. Dhe kështu në këtë kuptim, ato provat që ata i kanë skanuar, i kanë patur në kompjuter. Tani më thuaj mua nga kompjuteri jo, si duhet të futet dikush të kërkoj të marri të gjithë dosjet e X-it Y-it. Sa ata i kanë marrë me anë të kompjuterit dosjet, nuk i kanë marrë fizikisht aty dhe i kanë vjedhur. Kjo është ajo e keqja e kësaj historie. Pra, është dosja fizike, është edhe dosja që gjendet në kompjuter e skanuar. Dhe skanimi i dosjes, kush e bën? E bën pa dyshim, e bën prokurori, po jo natyrisht jo prokurori, e bën punojësi BKH-s, se kush do ta bëj skanimin? Mira faqe. Sepse ne kur na vjen, ju e keni parë kur ju vini ju këtu për shembull, X vendim gjykate, ju vjen në celular i gjithë. Sa erdhi për zoti Velia 460 faqe sa ishte, apo për zotin Meta kështu me radhë. Kështu që si ka mundësi që të gjitha këto dosje që kanë qenë fizikisht dhe janë skanuar dhe çuditërisht është futur dikush te kompjuteri, e ka marrë ato dhe tani e bën publike. Pra, nëse do t'i bëjmë një analizë se si funksionon, ashtu i kemi dhe ne avokatët. Kuptoni, kemi fizikisht dhe pastaj i skanojmë për interesin ton. Kështu që nuk ka asnjë logjik, po them, që të futet dikush të hakeroj aty dhe t'i marri këtyre informacionin, që informacioni gjendet te database i prokurorit, pra në kompjuterin e prokurorit, në desktopin e prokurorit, ose në USB-n e prokurorit. Kjo është e gjitha ajo që duhet të them. Po çfarë dosjesh kanë këta 3 prokurorë? Shiko, në prokuroria e posaçme, prokuroria e posaçme është e ndarë në disa, pra prokurorët, 20 prokurorët janë të ndarë në disa seksione. Pra është seksioni që merret me korrupsionin qeveritar, pra të funksionarit qeveritar, është seksioni që merret me krimin e organizuar, pra që nuk ka lidhje fare me pjesën tjetër, edhe merren pasaj, siç e thash, janë të ndara në krime të ndryshme, pra të grupe prokurorët. Këta prokuror nuk kanë çështje të natyrës me politikan të tipit Erion Velia të këtyre, por kanë të bëjnë me incineratorët. Dhe të ju e dini që çështja e incineratorëve është çështja një bombë e cila do plasë në një moment caktuar. Dhe duke qenë që ajo do plasë në moment caktuar, sepse kanë kaluar edhe afatet, mos harrojmë që është një dosje e cila është nga të parat që SPAK-u ka regjistruar procedimi penal, dhe duke qenë që kjo është një minë me sahat edhe do plasë një ditë, ata çfarë bëjnë, duke qenë që kanë administruar tashmë të gjitha provat, unë mendoj dhe dyshoj që e kanë nxjerrë këtë për të thonë personave, shikoni, ne jemi në këtë pikë, ju keni këtë pozicion tani, provat janë këto, ju merrni masat tuaja. Kjo është e gjithë ajo për të cilën na çon ne analiza tek gjithë këto dosje. Është e pamundur që të dalin dosjet nëse nuk e nxjerr vetë prokurori për të bërë një favor atyre të cilët po hetojnë. Dhe ju e shihni pra me të njëjtën qëllim pikërisht këta 3 prokurorë. Shiko, unë thash këta 3 prokuror nuk mbajnë mend, paktën ju keni kaq kohë, jeni gazetare, moderatore e vjetër, çdo ditë ju moderoni, më thoni çfarë hetimesh kanë bërë ndonjëherë të dëgjuara këta 3 prokuror. Pra, zonja Milonaj është e çështja Berisha që e futi zoti Kraja, kuptohet. Por nuk është se ka pas ndonjë rilevancë, ndonjë rëndësi aty për hetimin, vetëm kur ka qenë gjyqi ka këputur sa broshkullaj dëllëqe që të tipit që korrupsioni bëhet edhe kur zbaton ligjin. Të kësaj natyre, dhe nuk është se shquhet për ndonjë prokurore ashtu, se ka vinë nga Elbasani, ju e dini pasaj në Elbasan si kanë qenë prokurorët e gjykata të kapura e kështu me radhë. Edhe zonja tjetër, Kaçkini, që prisë së vërtetës ruaj respekt në ana njerëzore, për të cilën kam dhe disa, pra jam në kam çështje me të në gjykat,
edhe zoti Dibra, për cilën nuk shqyet në një prokuror i cili të ketë bërë hetime deri sot dhe të ketë marrë përgjegjësi penale në bazë hetimeve të tilla, njerëz, personazhe, qoftë krimit organizuar, po qoftë edhe të politikës dhe të korrupsionit. Kështu që nuk është se kanë një prokuror me një spesor të lartë nga pikpamja profesionale, nga pikpamja e punës së tyre që të kenë nisur hetimet, të kenë çuar deri në fund, edhe fundja të kenë dhënë publikut, po edhe shtetit të kenë kthyer pasuritë paluajshme ose konfiskime ose të kësaj natyre. Kështu që janë të tre prokurorë që janë shumë, si thonë, të padëgjuar, të panjohur nga ana e publikut. Kjo është ajo për cilën mua më lindin edhe dyshimet që mendoj se është diçka e sajuar për të hequr edhe vëmendjen nga shumë gjëra tjera. Pse politika pas kësaj ngjarje? Unë pash që tashmë po flitesh edhe me emra, për shembull Berisha faturonte direkt Fatmir Xhafajt, për shembull, në artikulimin e tij politik. Disa të tjerë po nga Partia Demokratike, se ky është qendrim, i mëshonin të njëjtit fakt që ka të bëjë me klanet e brendshme brenda Partisë Socialiste. Aida, zoti Berisha bën politik. Po. Pra, nuk do t'i referohemi politikës çfarë thot për këto. Ne do të... Po ka një lidhje, sepse është edhe te komisioni, shkroi komisioni Xhafaj. Prandaj unë e përfshi, se nuk është se s'ka lidhje Xhafaj në gjithë historinë me sistemin e drejtësisë. Zoti Xhafa është njeriu që ka punuar underground për reformën në drejtësi. Pra njerëzit e zotit Xhafa, jo vetëm njerëz nga pikpamja shoqërore, po njerëz të cilët edhe ai ka punuar edhe në shkuarën e tij gjatë diktaturës, i ke sot në poste të larta, në gjykatë lartë, gjykatë kushtetuese apo ekspert të cilët u morën me reformën e drejtësi. Dhe kështu që zoti Xhafa nuk është një njeri i cili nuk ka njohuri dhe nuk ka formimin e dur, por nuk ka edhe lidhjet që ai të marrë dhe informacionet. Po sa harrojmë që zoti Xhafa aktualisht po flasim është në hetim nga kjo strukturë, sepse ka një kallëzim penal që është regjistruar tashmë, është regjistruar për pastrim produkteve veprës penale, pra për hetimin pasuror ndaj zotit Xhafa, sepse lidhjet e tij kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë okulte, dhe në këtë kuptim zoti Xhafa është duke huetuar dhe ka interesin e tij edhe zoti Xhafa, përveç interesave për klanet e veta që ai përfaqëson brenda Partisë Socialiste, se ne do ta kuptojmë që zoti Xhafa në 2021 në nxori në dera zoti Rama dhe e futi Erion Velia në dritarja duke i mbledhur ato vota dhe ai thyeu hersin edhe bë pjesë e parlamentit. Po kjo nuk është për merit vetëm të zotit Xhafa, se nuk mundi të zotit Xhafa të mbritë 15.000 vota vetëm në Tiranë edhe të bëhesh deputet. Tani do ta pranojmë këtë fakt. U punoi Erion Velia sepse dhëndri zotit Xhafa ka qenë krau djathi Erion Velis në bashki, ka qenë në zyrës të arkitektëve pra të Bashkisë Tiranë, dhe kjo nuk është në një gjë që ne nuk e dim. Edhe kështu që lidhjet që ka zoti Xhafa, qoftë edhe me kompanitë e ndërtimit që janë afër zotit Velia, kështu që ka patur, ka një fuqi në pikpamja e informacionit. Zoti Xhafa mund të jetë njeriu më informuar aty për sa i përket çfarë punë bën Spaku, kë heton Spaku, si do të hetoj Spaku, kë do arrestoj Spaku, dhe besoj që është edhe kjo është dyshuese, sepse mund të jenë edhe zoti Xhafa personi i cili mund të ketë zbardhur edhe mund të ketë bërë publike këto të dhëna nga ana e prokurorisë, pra këto që ne po diskutojmë. Kështu që zoti Xhafa është njeriu i cili sot po më i fuqishëm nga pikpamja e lidhjeve që ka aty brenda pas zotit Rama. Nëse zoti Rama është kryeminist e kontrollon ato me fuqinë e kryeministrit, padyshim, sepse ka të gjithë shtetin në dorë, zoti Xhafa ka lidhjet e tij thash në ndeshme në çdo institucion, që nga shkolla e magjistraturës, po deshët ju, nga gjykata kushtetuese, nga gjykata e lartë, dhe të gjitha institucionet e tjera të drejtësisë, sepse po kapet drejtësinë ke ka pushtetin, dhe kështu që zoti Xhafa është në një luftë të hapur padyshim, sepse është klani Erion Velis kundër klanit të zotit Rama. Zoti Rama këtë e di, po punon fort që mos ta fusi më në lista, pra ai mos të fitojë më në listat e hapura në Partisë Socialiste, që mos të përsëritet më ajo që përsërit në 2021-shin. Kështu që do shikojmë edhe për fushatën një luftë të pamërshishme, por edhe krahas luftës për zgjedhjen e deputetëve do shikojmë edhe këtë lloj lufte, duke nxjerrë materiale nga Spaku për të goditur kundërshtarët e tyre, sepse ata luftë nuk e kanë me Partinë Demokratike, kanë ose me opozitën, e kanë me veten e tyre për të kush do fitojë dhe kush do futet. Dhe sa më shumë nga klanet e tyre do të zënë vendet në parlament me qëllim që nesër të kontrollojnë dhe të diktojnë një mundësinë që
që zoti Rama t'jetë i varur edhe nga këta deputet. Po mos harroj që sot Fatmir Gjafaj drejton një nga komisionet më të rëndësishme, patëm edhe djenjë prej. Po. Zoti Gjafa është, ai komisioni që ju i referoni, është një komision show, është një komision koti, dhe për mua është një komision i cili zoti Gjafa e përdor atë edhe për ndaj zotit Rama, po deshet juve, sepse është një komision për mirë qeverisjen që nuk ka kuptim, në pikpamja ligjore nuk ka kuptim, komision për mirë qeverisjen. Mirë qeverisjen e bën qeveria, e bën institucionet, nuk e bën komisionet. Komisionet janë gjithmonë ndërtohen për të kërkuar llogari. Kujt do t'i kërkoj llogari komisioni zotit Gjafa? Zotit Rama, kujt do t'i kërkoj? Sepse Spaku, apo gjykatat, apo prokuroritë e zakonshme, nuk punojnë me komisionet, ato e kanë të bazuar punën e tyre mbi kushtetutën edhe me ligjin procedural penal edhe me ligjet e tjera të kësaj republike. Kështu që komisioni që ka ndërtuar zoti Gjafa është një show, po dje ka qenë akoma më show sepse ishin bërë pjesë edhe ambasador të huaj, të cilët po na tregonin ne se si funksionon, se si reforma drejtësi ishte shumë e mirë, po implementoi mirë, madje arritën ato nivele që thanë që dhe ka zili edhe mbar Europa, rajoni e kështu me radhë reformës tonë, që duke marrë parasysh çfarë si ka ta ndisur sot sistemi ynë i drejtësisë, qoftë drejtësisë penale, qoftë asaj civile, mendoj që nuk besoj të këtë drejtësi as të botën e tretë të tillë, Aida. Ju jeni gazetare, por ne jemi avokat, dhe ndeshemi çdo ditë dhe po ju them që sot shqiptarët nuk marrin më drejtësi. Jo civile nuk marrin, sepse që të marrësh drejtësi civile sot dhe duhet të mendohesh mirë që të hapësh një proces civil, sepse do të presësh minimumi 15 vite, 15 vite duhet të presësh që ti të marrësh një drejtësi, që të marrësh një vendim të formës prerë. Përsa i përket drejtësisë penale, që këta mendojnë se e kanë bërë dhe duke na e paraqitur ne se më para nuk ka funksionuar dhe nuk janë marrë në përgjegjësi penale zyrtar, ministra e kështu me radhë, kjo është një gjë e cila nuk funksionon. Nuk funksionon sepse sot po bëhet inkuizicion. Nëse kemi pasur atë prokurorim shembull më parë të krimeve të rënda, që ndërtuan vitin 2004, dha ato frute që dha, rezultate i tha, luftën kundër krimit e kështu me radhë, padyshim që ka probleme drejtësia jo në Shqipëri, po drejtësia ka probleme në çdo vend të Europës edhe madje edhe në Shtetet e Bashkuara sulmojnë drejtësinë. Por problemi është që sot drejtësia shqiptare është një drejtësi që ta arreston dhe rrugës mbledh prova. Unë po të marr zotin Ametaj për shembull. Nëse zoti Ametaj do ishte në Shqipëri, i arrestuar, sot do ishte 2 vite 1 muaj, pra 25 muaj në paraburgim dhe në pritje të përfundimit të hetimeve. Nëse shqiptarve, apo zotit Gjafa, apo ministrave të PS-s, kjo lloj qasje, ose kjo lloj mënyre hetimi, ju duke drejtësi funksionale, të më japi një standard tjetër në një vendi demokratik, edhe hajde ta diskutojmë, sepse s'mund ta marrësh tjetrin hetim në paraburgim, sepse unë nuk kam mbledhur akoma prova. E dini që u shtyn në afatet e hetimit për zotin Ametaj dhe 3 muaj tjera para javën e kaluar? U shtyn. Sepse nuk kishte prokurori mbledhur akoma. Po ti, për çfarë nxore flet arrestin për atë individin kur ti nuk kishe prova? Se kjo është pyetja. Ose zotin kemi presidentin Meta, ka 6, po bën 6 muaj, në paraburgim nuk është pyetur dhe nuk di pse është atje në paraburgim. Përveç asaj akuzës që, ose më saktë, që nxorën ata në fillim të arrestimit të tij, që s'ishte akuzë, po ishte dyshime, dhe zoti Meta sot që flasin po rin paraburgim, është hequr e drejta për të shkuar të bërë fushat si forca e tretë politike opozitare e dytë opozitare në vend. Dhe kjo është ajo drejtësia për cilën na flet Gjafa, me gjithë ata palaçot ambasadorët e huaj aty, se ta palaço që bëjnë dekorin e zotit Gjafa, sepse zoti Gjafa ashtu do flas, ka përgjegjësi, sepse shkatërruan sistemin e drejtësisë dhe ata kanë përgjegjësi për këtë. Dhe ambasadorët unë kuptoj se kanë përgjegjësi se kanë gënjur Europën duke i marrë dhe fonde dhe për të bërë drejtësinë në Shqipëri. Dhe kështu që bëhen pjesë e një dekori të pisët, ambasadori BE-s, ca ambasador të tjerë dhe ca të tjerë këtu, gjoja ekspert, e dini ju sa ekspert marrin pagën të ky komisioni Gjafa, që nuk bëjnë asgjë? Janë pedagog, ish pedagog, të cilët shoqëri civile, po deshet ju, psikologët Dreqi Medbirin, janë 90 ekspert pranë këtij komisioni që marrin pagën.
janë pedagogë, kështu me radhë pra fusha të ndryshme, që askush, as unë, as ju, askush nuk i njeh, dhe ata marrin pagën aty çdo muaj, sepse po punojnë për një komision që nuk ka asnjë vlerë dhe asnjë rilevancë fare, dhe qytetarët nuk ka pse të paguajnë para për këto komisione. Avokate, një pyetje të fundit që lidhet me besueshmërinë e SPAK-ut pas kësaj ngjarje. Ju hodhët akuzat dhe thatë që janë vetë prokurorë që mund të jenë të interesuar në bazë skemave që ne kemi parë, po prokuroria le dalë dhe të na i hedh poshtë, sigurisht ne edhe mund të tërhiqemi, po analizojmë. Ideja është të kuptojmë, a duhet të nisin hetime pikërisht më të thelluara, mos ngelim vetëm tek ato që kemi parë, dhe si hetohet nëse vërtet qëndron kjo që këta mund të jenë vetë interesuar për të bërë veprime të tilla. Dhe tjetra, a bi apo diskutojmë sot në besueshmërinë e një nga institucioneve më të rëndësishme në vend, a është cënuar imazhi i SPAK-ut që disa dje nga intervistat që unë zhvillova e cilësojnë dhe si institucion gati në nivelet që është cënuar siguria kombëtare. Ja, s'është ashtu fare. Ne kemi dhënë SPAK-ut merita të cilët ai nuk i ka dhe kemi bërë atë institucion sigurisht më rëndësishëm. Ja, SPAK-u nuk bën drejtësi, Aida. Drejtësi në botë, ose në çdo vend, e bën gjykata. SPAK-u është një organ, një institucion, i cili ndërtohet për të mbrojtur interesat e shtetit dhe të qytetarëve ndaj ata që shkelin ligjin dhe t'i vendos asaj përpara drejtësisë. Dhe kur thuhet përpara drejtësisë, nuk thuhet përpara drejtësisë SPAK-u, po thonë do i vësh përpara gjykatës. SPAK-u nuk ka pse të jetë një institucion që ne do të bëjmë sondazhe, absolutisht jo. Ne sondazhet duhet i bëjmë me gjykatat. Ju duhet të shkoni, dhe kam bërë këtë edhe në disa media tjera me keq, dhe u kam thënë, shkoni, pyesni qytetarët, a funksionon sistemi drejtësisë sot? Drejtësisë penale dhe drejtësisë civile. Po mbi të gjitha penale, se drejtësinë civile ka marrë fund, nuk funksionon më. Po flasim për drejtësinë penale. Shkoni, merrni gazetarët tuaj dhe pyesni qytetarët, a ndjeni sigurt nga drejtësia, a ka drejtësi penale në Shqipëri? Sepse ne themi drejtësia e SPAK-ut, SPAK-u nuk bën drejtësi, SPAK-u bën hetimet. Dhe hetimet e SPAK-ut i kontrollon gjykata. Janë të drejta, si janë të drejta, janë të përputhje me ligjin, nuk janë përputhje me ligjin. Dhe nëse ne i japim SPAK-ut dhe ndërtojmë atë sikur ai, atëherë ne kemi anashkaluar gjën më të rëndësishme që është drejtësia, pra që janë gjykatat. Dhe kështu që unë mendoj dhe besoj që nuk kemi pse t'i japim SPAK-ut dhe ta vendosim atë te siguria kombëtare. Siguria kombëtare nuk synohet me SPAK-un, siguria kombëtare synohet kur shkatërrohet drejtësia, kur shkatërrohen gjykatat. Ajo është synimi i sigurisë kombëtare, sepse vendimin në fundit e japi gjykata duke jep SPAK-u. Dhe kjo është mentaliteti dhe ajo fryma që ne kemi ngritur dhe u kemi thënë qytetarëve, shikoni që ne tani që bëm SPAK-un, tani jeta juaj është rregulluar, Shqipëria do rregullohet e kështu me radhë. Shqipëria rregullohet kur merr drejtësi, vend rregullohet kur jep drejtësi gjykata. E dini ju që sot që ne flasim, nuk ka më institucion pa fajësie, nuk ka më institucion pa fajësie. Pra, dikush që shkon në gjykatë sot, 99% të rasteve del i fajshëm pra. Sepse gjykatat janë kthyer në noter dhe kjo nuk është ajo drejtësia që kërkojnë qytetarët. Unë e kuptoj nivelin e qytetarëve se mendojnë që korrupsioni ashtu e kështu, po korrupsioni nuk mund të thuash që ka korrupsion dhe të gjithë janë njësoj. Korrupsioni është diçka që Aida bën ndryshe, kujtimi e bën ndryshe, pra kanë qasje të ndryshme çdo politikan, çdo institucion e kështu me radhë. Prandaj them që nuk do të fokusohemi te SPAK-u, do të fokusohemi tek drejtësia. A marrin drejtësi qytetarët shqiptar sot apo nuk marrin? Kjo është një temë që ne mund të mblidhemi këtu dhe ta diskutojmë. Si është drejtësia sot? Është funksionale, nuk është funksionale? Është e drejtë apo nuk është e drejtë? Lëre SPAK-un më janë. Tani, se e prekam pak më parë, duket sikur për shkak të dhënies së rëndësisë kësaj gjëje që ka të bëjë me ndërhyrjet në SPAK e lam pas dore, por ka një përplasje që ne e shohim dhe që lidhet mes Erion Veliajt dhe Ulsi Manjës. Ju e thashë këtë pak më herët. Avokat, si do ta shohim këtë? Çfarë ti ke arritur të shohësh, të dëgjosh, të mësosh dhe çfarë del në pa deri më tani? Qiko, Partia Socialiste ka luftën e saj të brendshme dhe është normale që një parti politike ka klanet e saj të brendshme. Jo sidomos Partia Socialiste që është një parti e krijuar 80 vite më parë, ka pasur klane, vrasje, eliminime, kundërshtarësh e verozhe e vrau gjithë e kështu me radhë. Kështu që nuk është ndonjë gjë e re që ka ndodhur te kjo parti. Problemi është që klani Ulsi Manja është njeriu besnik i Edi Ramës. Pra ka kaluar deri aty sa është në përshtatësi duke bërë glorifikuar zotin Rama. Erion Velia nuk është klani Erion Velis. Dhe duke qenë në këtu Erion Velia e di shumë mirë që Ulsi Manja ka armikun e tij brenda partisë. Dhe duke ditur që Ulsi Manja ishte në dieni të përgjimjeve të zotit Velia,
që ai po përgjohej në ambientet e paraburgimit të burgut të institucionit paraburgimit në Durrës, atëherë Erion Velia me të drejtën e tij ja hedh fajin që ka qenë një komplot i tij, një komplot ndaj tij edhe jo vetëm nga Spaku, por edhe nga ministrat, nga qeveria, pra nga zoti Rama, zoti Manja, kështu me radhë, sepse nuk mundet ta ndajmë dot tani që zoti Manja e dinte që po përgjohej Erion Velia në qeli dhe zoti Rama nuk dinte gjë. Se kjo është se gjë minimumi që mund t'ju thuash një të paraburgosur, i kërqeli mbyll gojen. Dhe ai e kupton dhe nuk do flasi. Dhe tani këta e din shumë mirë që në ambientet e paraburgimit të vendosin aparatura të cilat të vënë edhe në përgjim dhe ti çfarë diskuton me shokët apo me njerëzit që takon aty, jo më pastaj që ti flet në telefon. Kështu që Erion Velia e di shumë mirë që klanet kundër atij e futën aty ku është dhe me sa duket Erion Velia do rri gjatë aty sepse do t'i sjellin edhe besoj flitet që do të qenë edhe akuzat të tjera siç janë inceneratorët e kështu me radhë. Prandaj që me të drejtën e tij Erion Velia kuptoi që ishte i tradhtuar edhe nga brenda partisë, pra në armiqtë e tij brenda partisë, sepse lufta me egër nuk është me kundërshtarin. Lufta me egër është gjithmonë me atë brenda llojit dhe kështu që ata janë treguar padyshim të pamëshirshëm dhe arriti ku. Se duhet ta përgjonin Veliajin? Shiko, ata do përgjonin Erion Velin sepse donin ta diskreditonin dhe në këto forma. Ky është një diskreditim publik që është e turpshme se nuk do të dalin këto përgjime, unë jam avokat dhe nuk duhet të dalin. Këto janë një ushqim që i hidhet popullit me qëllim që ta diskreditoj sa më shumë zotin Velia dhe pra dyshim që ka që di edhe sot që në rrjete po qarkullojnë të gjitha ato çfarë ai ka diskutuar me vllajin, tako filanin, X-in, Y-in, gazetar, media, thuaj atë, thuaj këtë, bëj organizim. Pra, kjo tregon edhe një herë tjetër që shiko, nuk jemi neve që kemi kapur mediat, ashtu kështu, është Erion Velia ai që ka krijuar këtë rrjetin brenda partisë, ne jemi të pas sepse kjo përdoret edhe për fushat kundër tij tani, dhe ja kush janë dhe njerëzit të cilët ne distancohemi, siç e kanë këta zakon, edhe kështu të vazhdojnë dhe fushatën. Kështu që edhe një herë tjetër ne jo se nuk e dinim për shembull si funksiononte rrjeti, si funksionon blerja tek kështu me radhë njerëzve, analizave, portaleve, mediave, por tani u bë e verifikueshme me anë të përgjimeve që dolën nga zoti Velia. Pra ju thonë që ka qenë një skem për ta diskredituar. Patjetër, një skem për ta diskredituar sepse unë di që atje brenda ka përgjime për shembull edhe nga të 5D-s, por nuk i kanë nxjerr. Ata kanë përgjuar edhe të tjerë, edhe zotin Bllako, edhe zotin Koka. Pra, por Rama nuk i kanë nxjerr sepse nuk i kanë interesuar, sepse aty është përdorur emri zotit Rama. Dhe kështu që këto që nuk përdoret, nuk zihet në gojë zoti Rama, ata nuk i nxjerrin. Megjithatë mund të jetë Veliaj një nga persona që nëse vazhdon këtë luftë të ashpër mund të marri pas kolegët e tij? Shiko, kjo punë mund të vazhdoj pas zgjedhjeve. Nëse zoti Rama fiton zgjedhjet, do jetë... Unuari vetëm Veliaj. Shiko, Erion Velia e mbylli kapitullin e tij politik, e mbylli historinë me politikën, besoj që ai nuk mendon më tani për politikë, mendon se si do dali aty, sepse akuzat janë shumë të rënda. Mos harrojmë që janë akuza që parashikohet sidomos pastrimi për produkte veprës penale shkon nga 7 deri në 15 vite burg, por nëse prokurorët ai fillon dhe agravon situatën, vazhdon me atë mënyrën e tij duke i sulmuar, unë mendoj që ata nuk e kanë problem fare që t'i ndërtojnë t'i vendosin edhe akuzën tjetër në formën e grupit të strukturuar kriminal, sepse po i vendosin ato, ajo parashikojnë dënim nga 10 deri në 20 vite burg. Kështu që nëse gjërat nuk e di se si do shkojnë në të ardhmen, por është gjithmonë thash në dorë të prokurorisë, nëse do qëndrojë me këto akuza, që të paktën me këto mund të bëjë deri në 10 vite burg, apo mund të ndërtojnë akuzat e tjera, të cilët pastaj parashikojnë dënime. Shiko, zoti Koka kur shkoi aty vajti për disa fatura, për një firmë historike kësaj natyre dhe u dënua ai sa u dënua. Por gjatë qëndrimit në paraburgim i shkoi një akuzë tjetër, dhe sot janë bërë një 5 akuza dhe janë bërë një 10 dënime dhe zoti Koka pret përfundojnë e timet t'i bashkoj ato po pra. Dhe zoti Beqa u nis kështu po përfundoj pasaj si grupi strukturuar kriminal. Ju thatë për ta diskredituar dhe si luftë politike, nuk besoni atë tezën që u tha më herët që ky mund të jetë përgjuar edhe nga frika e së zgjedhjes se çfarë realisht mund të ose të shqetësuar përpara veprimeve të Erion Veliajit. Gjatë marrjes të pyetje është treguar shumë ofendues ndaj prokurorit.
kanë arritur deri në ofendime marrëdhëniesh, kanë arritur në ofendime deri në kanë kaluar caqet e ofendimit. Nuk e kam në raport. Jo, më falni sekond, kanë kaluar caqet e hetimit dhe kanë arritur deri kanë treguar edhe momente intime të njëri tjetrit, të familjarëve të njëri tjetrit. Edhe kjo ka acaruar shumë situatën dhe ka bërë pastaj që gjërat agravojnë dhe është një situatë që do dali, çfarë kanë thënë njëri tjetrit, ata. Velia ka thënë kanë hyrë në familje, nuk e di nëse referohet psikologjike. Fakti që e ka thënë Erion Velia, kjo është e vërtet, por dhe Erion Velia ka hyrë te familja e atij tjetrit dhe kështu që ka qenë një çështje shumë një situatë shumë e rënduar, por unë nuk do t'i futem kësaj se janë çështje të cilat mua nuk më takojnë nga pikpamja etike që unë të futem tek ato. Por gjimi që i është bërë aty dhe ju thoni që përfaqësuesit politik, ju thatë Ulsi Manja Rama e kanë bërë për ta diskredituar. Është bërë për ta diskredituar apo s'kan pas siguritë e ka se çfarë të thotë Veliaj? Se dhe kjo u tha që është përgjuar dhe për këtë. Shiko, Zoti Velia kishte kohë që me Zotin Rama nuk i kishte marrëdhënie të ftohta. Pra, në momenti që ai e mbuloi, e mbivendosi me 3-4 të tjerë, me zonjën Spiropali, me zonjën si ka kjo, ministra tjetër, pra, për Tiranën, u tregua që, pra, tregoi qartë që Erion Velia nuk do ishte më, si thonë asaj shpresit prima donna, pra, ai pari që do udhishte fushatën, por a ishte i mbuluar. Dhe që këtu Erion Velia kuptoi që ndaj ti ishte ndërtuar një kurth politik që do të pëlqiste më vonë. Ai nuk e mendoi që mund të ishte kjo momenti që ata mundet t'i ngrinin, ta eliminonin, mendoj se mund të ishte incineratorët apo diçka tjetër, por këtë nuk e mendoj këtë pjesë. Mendoj gjithmonë, a i mundon të goditin të incineratorët. Incineratorët janë goditje 2 që do t'i shkoj Erion Velis, pa dyshim, por kjo këtu ka qënë. Prandaj që Erion Velia nuk e priti, por mos harrojmë që ka pasur edhe incizime të tjera, dhe ku Erion Velia ka folur edhe njerëzve të tij të afërt, që më pas ja kanë quar Zotit Rama çfarë ai ka thënë, pra ka ofenduar Zotin Rama kështu me radhë, dhe njerëzit aty ja kanë quar Zotit Rama që ai ka thënë kështu për ju. Dhe kështu që marrëdhëniet ndaj tij kanë qenë shumë të, si thonë asaj, të ashpra, pra armiqësore, deri në armiqësore mund të themi. Pra, këtu po thoni që është përdorur drejtësia për ta eliminuar Veliajn apo? Shiko, se me këtë logjik kur thoni që u blinduat. Do të kuptojmë, ne mendojmë se në gjithë botën drejtësia nuk ka drejtësi të pavarur, ne kam thënë vazhdoj të them, është budallallëku madh atyre që mendojnë që ka drejtësi pavarur. As në botë nuk ka, ne pam edhe para disa ditës që edhe në Francë drejtësia u godit përsëri nga krau Le Penit, ose edhe nga Partitë Konservatore që mendojnë që ai drejtësi po përdoret. Ekziston drejtësia, nuk ka drejtësia që të kulluar sa ne mendojmë, edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në Itali dhe kudo drejtësia përdoret për gonditur qoftë kundërshtarët politik, por edhe njerëz të cilët kanë të klaneve brenda partisë saktuar. Kështu që nuk është Shqipëria ndonjë gjë e madhe që këtu kapet përdoret drejtësia për kundërshtarët. Prandaj që ta lëm këtë mendimin që shiko drejtësia është e pavarur dhe kësaj natyre që duket një gjë e cila është jashtë mode ose jashtë mentalitetit atyre që mendojnë. Mendon se ka patur fakti që e bëni të pashmangshëm procedimin e Veliajt apo kat? Si? Mendoni që ka patur fakte të cilat nuk mund të shmangeshin që çuan në procedimin e Veliajt? Shiko, Erion Velia agravoi situatën vetë. Agravoi që në momenti që ai ishte pyetur për herë të parë dhe doli, shkoi në Këshill Bashkiak dhe tha që unë kërkova të gjendja civile kush është Nestian Goni. Po mos harrojmë diçka që gjatë hetimeve, kur është pyetur, sepse hetimi ka filluar nga ekonomistja, pra nga personi i cili ka pyetur që mbante llogaritë bankare, llogaritë pra të fondacioneve kështu me radhë, e cila i ka dëshmuar të gjitha çfarë ka ndodhur dhe kush ishin lidhjet. Dhe ajo ka qenë personi kyç që ka dhënë informacione të vlefshme organit procedurës, pastaj aty ka, duke marrë këto informacione organit procedurës, ka punuar edhe me mjetet e tyre të përgjimit, ku kanë dhe ai përgjimi që është për zonjën Bushka është i vërtet, sepse ajo është i vërtet, sepse Spaku ka vendosur mënyrat e saj e tij të hetimit dhe ka dëgjuar e ka parë me zë figur që zonja Bushka ka kërcënuar ekonomistën, i ka marrë dhe i ka
thyer edhe celularin asaj. Dhe kjo ka qenë direkt live, ku prokurorët e kanë parë këtë, për mënyrën e hetimit që ata kanë përdorur ndaj zonjës Bushka. Kështu që na kjo pikpamje, ata vendosën që ky individi, nëse do jetë i lirë, pra do jetë në krye detyrës, ky do dëmtoj hetimet. Dhe kjo është një nga format që prokuroriet e përdorin shpesh për personat cilët janë duke ushtruar funksionin publik. Pra, edhe jo vetëm Shqipëri, por edhe në vendet tjera, kur është duke ushtruar funksionin publik dhe përbën rrezikshmëri për prishjen e provave, padyshim që merret një masë në ato shtrënguese, o arrest në shtëpi, o arrest me burg. Kështu që nuk është se ka vepruar spaku në kundërshtim me ligjin, siç thon këta që ka shkelur ligjin, ky ligj ka shkelur. Sepse që thua që është pa ligj në burg, do thua i bie që ne dim që pa ligj sot po të bën burgun një djalë i ri që quhet Ervis Aliani. Vetëm ai është personi në Shqipëri i cili është dënuar pa ligj. Të tjerët pastaj janë historira që i pëlqen në njërit apo tjetrit, një analisti apo një avokati, një gazetari ta thonë në format e tyre. Faleminderit avokat, që më në studio.